Megjithëse Dibra nuk njihet shumë për prodhimin e frutit të shalqirit, Sali Bici nga fshati Burimi Maqellarës e kultivon në mas prej vitesh, ndryshe nga banorët e tjerë që e kultivojnë vetëm për konsum familjar, Saliu e kultivon për treg. Çdo vit ai del në rrugën e Arbërit për të shitur prodhimin e tij që e ka në mas. Fermeri Sali Bici ka kultivuar rreth 4 dylyme shalqie dhe thotë se është një prodhim totalisht bio, pa asnjë stimulant për rritje apo ilaçe të tjera. Madje ai fton çdo specialist që t'i bëjë analizat e nevojshme dhe të vërtetojë që është krejt i pastër. Problemi me të cilin përballet fermeri nga fshati Burimi është mungesa e tregut të shitjes, madje edhe aty ku del shpeshherë i shkon policia dhe i kërkon të largohet. Është me një fjalë me ushtim blektoral, me ple organik, nuk ka një fjalë asnjë lëndë të huaj. Le të marrin, hajde të vinë kushtëdor, specialistat, agronom që janë të rrethit, të vinë ta marrin shalqinin, ta fusin në laborator. Në qoftë se ki më shalqini ka edhe 1% lëndë të huaj, përgjithësinë e majun. Kem një vend për ta shit, shefë dali këtu në rrugë të madhe, ose në qendrën Mashlar, të kem një vend që ta shesi. Po ne të dalim, del këtu, vjen policia s'len, del Maqellar po ashtu. Edhe kjo, du të kemi një vend, ose për shembull të ketë një pikë grumbullimi, me gjithë specet të madhe, 4 delimi kom mbjell me perime, ose po të kemë një treg, për shembull një pikë grumbullimi, unë e marr. E këpusi nga ara, e ne dërzoj atje, e mori lekun gramën, nuk rajt për dytë të dalim në rrugë. Me pëskimi, jemi detiro, dalim në rrugë. I prodhim për shembull, hajde kjo reziston. Shalqini 2 ditë, 3 ditë. Po domatja, a nuk reziston. Sot edhe nesër edhe atë mos e nxjerr më, se nuk bën më, duhet me hedh në kanal. Të mbjellim një derisa të kemi takat. Nesër me na lënë takatin, se jam mosh të unë. Nesër me na lënë takatin, dërzohem. Unë e bëj prodhimin, punoj tokën, e bëj prodhimin, edhe nuk mori as nam që marrin ato qertë atë, ato që se mellin, ato marrin. Nga ana tjetër, fermeri Sali Bici thotë se nuk është përqendruar vetëm në kultivimin e shalqirit, por edhe të perimeve që i nxjerr për t'i shitur në rrugën e Arbërit në afërsi të Maqellarës.